Ah, djarë, o djarë. Gjëci, po mësor, qa më bërë? Po studioj se kam sezonin e provimeve. Ashtu? Po, Për qa studion? juridik. Edhe do bëhesh pasaj gjykat apo prokuror, qa do bëhesh? Po nuk e di, ashtu mendoj. Nuk e për të bërë kur. Pse? Ah, djarë, hajtë, hajtë. Hajtë se po të shikoj që po lezon. Hajtë e gjako. Hajtë. Tërja të të, hajtë. Si je? Mirë si e. Mirë. Dhe të ka parë këtu që djali lagjës edhe të shoh që lexon shumë. Studion. Faleminderit Gjasulo, faleminderit. Ani, po të josh gjakon, sepse unë të jap të udhëzime të qarta se si duhet të ecësh në jetë. Ashtu, Sa orë lexon në ditë? po studioj rreth 8 orë, po. 4 orë para dite, 4 orë mbas dite. Kur gjej kohën e lirë, prap ulem studioj, më pëlqen shumë. S'ke kohë për dashnore. Jo më pëlqen të studioj, do të marrë shkollën, pastaj do merrem me gjëra tjera. Dhe jo gjako këtu. Po, Dhe jam buri vjetër, nuk e di sa vjen se jemi këtu në lagje, shikojmë po, a kjo general. ashtu, Dhe jo, po, mos lexo kot. Me librat kot, mos lexo. unë e dashuroj librin, si mos lexoj. Dashuroj sa duash më mirë dashuro femrat dhe mos dashuro librin. S'ka parë kush harë nga librat. Njoh shumë këtu të lagja jonë, kam mbaruar frigjigjeri, arkitekture, juridike, doktorature, ka varjer djali i botës. Po. Me 10 ka me medaljari ka mbaruar. Po, Mos, nuk bëhet gjë. S'ke hajrë këtu. ashtu. Atë shokun atë djalin, atë me ato leshat ashtu ajt. Besi, si ka mirë ai. A, po, Qa ka mbaruar ai? besi ka mbaruar juridikun, po punon në call center. E shikon? Po, Po ky tjetri, se ka ky, i lidh sokën mbrapa. a, po, He, Altini. Altini, he. Po ai, Altini ka mbaruar mësuesi, po punon, mësuesi, po he. punon në reklam makinash. Reklam, që lanë makina, qaj, Po, shet makina. Shet makina. Si janë, ta wow. Po, Se dhe, janë ashtu ashtu. është. Ore, s'ta ka fjallën ne, kuptove që muhabetet janë kot. Po ai që ka të makinë fori gjoko, ato me rotat më dha. Aldi. Fal. Ka shumë lek ai. Ajo është hajdut. Qa është? Sa para, është hajdut, ka shumë para. Ato e respektojnë të gjithë. Ka parë, më ka qira së 3-4 herë. E shikon, që nuk do të lexosh e të mësosh, ja urdhos si Aldi. Një libër se ka hapur në jetë, ka para, sa 10 dyqan. Madje kam dëgjuar se Aldin, kush do të futet në parlament, shkon e takon dhe e fut ai. Më ka marrë mua disa hera, im ka thënë në Gjasulo, qa mëndje t'i them filanit, se merë mëndje mua, e kupton? E shikon që është e kohë që të lexosh. E kuptoj për O libër. të dëgjosh gjakon, veri vët në vesh, se më shikon mua këtu. Kam punuar, jam përpjekur një të tërë më ka rëmbretku, mja këputur gjunjët, kam punuar natën, ditën, në shi, në dëbor, mos e pjët. Gjerenal me 5 syje kam që edhe në fund fare, përfundova pa brek në byth, vetëm e i të pensioni. Pra njeriu në pasë e të ndershëm, nuk e do njeri, nuk më në hajër, nuk e Po, në fakt kjo është e drejtë. A, bravo. Duhet të punojmë, duhet të mësojmë akoma më shumë. Jo, të them të kundërt po të hapi këtu. Kena një të shnosh atje. Shënojt, t'ja pun direktivat në shi. Më thuaj. Dëgjoj gjakon. Po, Në qoftë se në qoftë, të jepet mundësia për të vjedhur, nuk duhet të jo, vjedh. vidh. Si Vidh luaj fen. të vjedh. Vidh, ore, po të them, të vjedh, shore, shke me të. Ore, kështu si të them unë, Nuk e Fal. kuptoj. Po, tjetra. vjedh. Mos bëj nder se gjej që der. Mos i bëj nder njeriu. Kam vërë ndere unë në këtë jetë o djalë, dhe vjen puna tani kalon për sikur shikon. I thash njëri fort, ndihmo me 100.000 lekë. Derisa të marr pensionin e radhës, i gjo për sikur s'dëgjoj. Ashtu, Kështu si të them unë. unë di se duhet të bëjmë nder. Jo, ashtu është. O ikur tani, mos bëj nder. Jo mua. Mos bëjmë nder. Bravo. Dhe tjetra, borxhe ke? Jo, nuk futem borxhe, unë jam njeri korrekt. Merë borxhe, mbytur borxhe. Borxhe, Merë borxhe, luaj fen. merë. Merë borxhe. Sepse kështu të duket o djalë sikur, por borxhin po e morën fillim.
Po. Është problem, të vjen çik kështu, po. Po do ta Po lash. pastaj pas disa kohësh, ai që ti ka dhënë nuk ti kërkon dot më, se i vjen zor. Më zor i vjen atij që ti ka dhënë, se sa ty që ja ke marrë ti. E kupton kështu janë, prandaj merr sa më shumë borxh. Të marr borxh domethënë. Merr borxh, mos pyet fare. Po. Dhe tjetra, nëse do fillosh nesër punë në një ndërmarrje shtetërore, Po. bësh drejtora, ç'a do bësh ti? Po. Me tendera, në këto gjëra, firmos, jepi hap dhe merr parat edhe bëj me thas parat. Jo. Si që kanë bërë gjitha të tjerë. Jo, Për 6 muaj ministër është milioner biri botës. Jo, nuk mund ta bëj sepse ashtu futem në burg. Po punë e madhe, budallaj, ata që kanë vajtur brenda në burg. A mendon se çfarë? Je fakur aty, bëj 2-3 vjet burg, ka 6 muaj, dali pa parat, vila, në Lalës, në Vlorë, në Sarandë. Në fakt. Dhe gjë tani se më ka ikur mosha mua, pa të kisha unë në dorë tani, kisha firmosur dynjan. Jepi, nuk të gjen gjëra burgu. Burgu për burrat, e dëgjova si tha Ilir Meta, jam në formë të shkëlqyer tha. Në formë të shkëlqyer tha. Unë shikoj qiell tha, ju tjetër horizont dhe tjetër horizont unë. Po dali, po parat ku? Ihu Florin, e ka në Floria, e ka në xhep. Ja kështu si të unë. Ashtu dhe tjetra, zërë dashnore. Ke dashnore? Jo, Zërë dashnore kërnaq shpirtin. Dhe jo gjakon. Zërë dashnore, ja ky Aldi, çaj ka ky? Aldi. Është i martuar ky, ka grua. Po, ka grua. Ka grua. Po. Ashtë. Po ka edhe dashnore me sa ka. E shikon që ka dhe dashnore. Po, ka shumë. E ka paruar me ja 3-4 koce këtu. E po Se kush vjen është ajo që nuk vete me Aldin? Ai ka shumë para. ashtu e shikon. Po, e ka lërë gruaja, është nda, apo jo? Jo, nuk e ka lënë grua. Bravo. Gruas Aldit i le qenë i shtrirë, qa thua? Bravo. Kështu që edhe ti, kur të besh i madh, tamam, si duhet, marrë para, martohu, edhe grua 3-4 dashnore të kesh, kupton apo jo? Edhe blidhe një qenë ti që kur të martohesh, ti le qenë shtrirë dhe gruas tënde. Shumë e bukur. Po, ta bëj një pyetje unë? Urdhra. Po teta Fatimeja, gruaja jote, i le qenë i shtrirë? Teta Fatimesi le qeni në këmë, ullur në byth, natë, ditën, mos e pjët. Ja mu qeni Fatimes. Hau. Me qau me nderen, kupton apo jo, kujdes lekët, kurse lekët, po një jetë mu t'i kemi. Me qa do t'a jetoj? Imagjino, erdha këtu tani, për të firë të kafe, ka marruar lekët të shpi. Mos e bëj me rak se ta paguaj unë kafe. Rofsh. Po është kënaqësi. Faleminderit. Po kam shumë respekt për ty. Djali, për ta që lexoj kam shumë respekt. Po për mua bëj naftë librave.